Thirrjes së Edi Ramës drejtuar socialistëve për të kontribuar për një marrëveshje të re për Shqipërinë, i është përgjigjur deputetja Elisa Spiropali. Dhe sapo dorëzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë. Nuk është vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Ja kam drejtuar kryetarit Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, Asamblesë Kombëtare dhe çdo anëtar i Partisë Socialiste. Sipas Spiropalit, kërkesa themelore është hapja e partisë, e cila sipas saj nuk mund të ndërtohet mbi vendimarrjen e 1 apo 10 individëve. Një marrëveshje për Shqipërinë nuk mund as të hartohet nga 1 apo 2 apo 10 individ, po kjo duhet të shpreh vullnetin e shumicës, jo vetëm të antarësisë, po dhe të shoqërisë shqiptare që në këtë moment patjetër kërkon më shumë përfaqësim, kërkon më shumë demokraci, kërkon më shumë drejtësi shoqërore. Por gjithashtu, Spiropali sqaroi se ky mocion nuk kërkon të krijojë përçarje apo fraksione brenda SMAJ-ve. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste. Pas deklaratës për mediat, në rrjetet e saj sociale Spiropali postoi kërkesën e plot, ku përfshiheshin një sër çështjesh, si angazhimet e Partisë Socialiste ndaj vetvetes, zgjedhjet e lira dhe konkurruese, debat politik, hapësirë për brezinëri, ndërsa gjithashtu ajo prek dhe çështje sociale si shëndetësia, arsimi dhe administratë më profesionale.